Haj njerëz, haj bebushe, je këtu poshtë, po nuk të kapim do të kamera. Sa jena sot? 6, 5, 6. Sot është data 6 nëntor, është dark. Nesër jena 29 javëshe dhe do fillojmë që të gadisim dhomen ton, se nuk do t'jetë vetëm e jutja, me që edhe ti edhe pak do vish, do të marrim me veti që ndoshta kur të rritesh do i shohësh, qose do ekzistojnë të gjana. Një tubi pas, nuk shihen kur. Hajde një. Kujdes. Ti brava, syni më i keq në këtë tokë. Heqe Po ti pse se hek ata, syni më i keqon. Ti pse se hek zemër. Po ku do me e lanë? A thu ta heku një karrigen edhe një, sepse do futësh shtratin. Apo do e kalosh sipër. Ajo shtrati jot, mam. Është plot i mbushur, po do ta zbrazim tani. Dhe ti je këtu? Do jetë video e fundit që do bëjmë me telefon për YouTube, sepse do i bëjmë me kamera. Okej, hajtë të shty. Kjo është faji e njerëzë. Se është montu atje e rafët kë. E kam kalu këte dhe prap du ta kaloj këte. Shkoj. Ku ta vej, si për kësaja? Ullën toki. Hajtë më së mërësit se fort. Ku që si do? Këtë shtratin e kena pas me Arlën, kështu që nuk e kena ble. Ashtë i tu. E kinja t'jenë cep. Për ta nezi dritë. Pse në ole? Si me përnish, sa nezi kamerën. Ne kena hangër gjithë qoshit mund që but it's fine. Ashe sa këtë duket, ashe po harrova që ka me mblu krevati. Ja ti do me lan njëta? As do me fut poshta, poshtë kësaj kretë në tas, nuk pëlqen atë. Sa ti mohë, Jep, shumë nice. Ashtu po. Okej, do të afrojmë të shtratit tash. Me liru ta kam një rubur. Kam bote. Që sa kolla e shtim tash. Arsyeja njerëz pse janë aty pru këtej është se kena me vuj komedin të madhe për babyn aty, edhe tavolinën e make-upit dhe këtu nuk i dzete pse është dritarja. Prandaj e ba me këtë gjë. A ma dzën drejt tavolinën e make-upit një ty, a? Ajo. Fituri spinta e Diego. Ups. Do ullim gjërat e Arlës njerëz. Ku ka kënë bipe. Ama e shi bejtësh. Jep. Vetëm disa nga ato njerëz. Se di që pas në pasi shtu. Këto agenda njerëz. Atëherë, këta janë këtu hell. Të kuptoj pse i kam rujt, as vetë se marrësh. Këto gjithashtu për të hell. Këto janë zbroz, që kam desh me marrë kam marrë. Këto janë dy gjana që janë jo me tesha, po me mjetet të ndryshme që na duhen.
Të gjitha këto i kam ndarë për bebushën dhe do i laj. Haj njerëz, ne fillojmë të mos jemi në rregull dhe sot të do i qesim punë vetit. Me këtë dritën e kamerës, ose këtë dritën dhe më thonë, nuk pas ka imperfekcion ftyrën që nuk dallohet, por nuk e kemi problem. Qa kena venus me botë, thani jo. Kjo është dhoma e migjve dhe është eksaktësisht po një lloj sa është dhoma tjetër, ndryshon vetëm me 3 cm më shumë. Por, përveç 3 cm shit, ka të dritarën si herë. Edhe aty është i futur kaloriferi. Ndërsa dhoma tjetër, nga që se ka të dritarën si hark, e ka kaloriferi në mur dhe bashkë me drasën e kaloriferit zvoglojnë plot 20 cm. Plus 3 cm, 23 cm. Që besoj janë mjaftueshëm, pse do thoni jo? Sepse shihni këtë tavolinë që kam pas për make-up, bashkë me këtë pasqyrën, kjo është 120 cm. Ndërsa tavolina që kam vendosur aty, që ka ra fix, do më thonë bashkë me shtratin, është 100 cm. Do më thonë lëviz vetëm me 20 cm. Dhe diferenca lëviz me 23 cm të kjo dhoma këtu. Dhe ne do kalojmë çdo gjë nga këtu atje, vetëm mund të kem mundësi të kem këtë tavolinën time të make-upit, sepse më pëlqen më shumë se ajo tavolina tjetër. Ishte shumë e bukur, shumë e mirë, por më rrejti drita. Nuk është aq, është dhe më thonë okej, se di se ka njerëz që nuk pëlqen shumë dritë, unë kam konatën temë që nuk i pëlqen shumë drita. Por për mu du shumë dritë. Ndoshta nga që jam me content creator, du shumë dritë dhe më vjen keq se kjo është edhe me Bluetooth kur një gjosha muzikë, kur bëhesha gati, kështu që definitivisht du të timen dhe jo atë do ta lodh të dhoma tjetër. Dhe plus është ai harku që hap më shumë hapësinë dhe plus është edhe nga rruga që është më mirë, kena edhe djalin më afër. Më duket edhe më e madhe kur e shef me sy, ndoshta këtë e bën harku. Dhe do kalojmë çdo gjë, duke filluar që nga çmontimi i raftave dhe deri tek lyerja me boj dhe çdo gjë tjetër, kështu që hajdeni me ne. Do jenë 2 ditë shumë të lodhshme. Sot është e premte masdite, unë po filloj zbrasi teshat që kur të vinë jeti të fillojnë me çmontimin e raftave dhe nesër gjithë ditën do merrna vetëm me këtë punë. Mos të bani marak. Unë nuk do lodhem, do jem më shumë si mbikëqyrse, por thjesht me këto teshat do merrem pak, ullu do jem, so hajdeni me një. Do ju marr edhe pak për TikTok, por më shumë do ju marr këto, dhe më shumë detaje do t'tregoj këtu. Me gjendjen jemi këtu. Kemi kaluar gjitha rrobat këtej. Gati për shmontim. Ose të puna është. Sa punën ja kam qitë vetit. But it's okay. Dje ose për dje. Kam paketu disa qilca, disa vida. Dhe sa do kem pajmen të jam lanë. That's the pregnancy hormones. Kjo është gjendja jeti e që mund të e kretë. Sa isha unë në marrë djallin. Ja qa bën për sa minuta. Deri tash kena ardhur këtu njerëz. Okay. Tash do të më kalu shtritërit. Ky është shpëtimtari im. Mos me një dhimje. Morning njerëz. Sot është dita e dytë. Sot do montojmë të raftin tjetër që e kemi thyrë, kemi masakruar shkretin.
por s'ka problem. Jashtë. Sasha. Tash, hajde më shme një pak. Okej. Dhe sa në majtë balancën. Atëherë njerëz, kjo është përfundimi i njerëz dhomë. Këtë kështu. Tash, si është edhe qapësin të do kishim dash, por s'kemi që bëjmë. Kjo rafti. Do vej edhe 2 kutia të nelt, sa po t'i blej. Dhe kjo është rafti gocës. Këtu të të ndrojmë. Këta janë të gjëra që i blejva. Dhe kjo nuk ka sistemi mirë përfundimtar, por tu ka vendos disa gjëra që do më duhen t'i marrë tek valigja maternitetit. Këtu janë disa nga kapuç që prap do t'i sistemoj, nuk do t'i la kështu. Çorape, doreza dhe kapuç të holl. Dhe këtu kemi për newborn, pra për sa të lindin, edhe nga 0 deri 1. Këtu kemi 0 deri në 3. I kam dodë, më thani kam shkru këtu, body me mangë shkurta, body me mangë gjata, këto që janë si slipsuj që janë bashkume, këtu janë bluza, tuta. Këtu prap 3 deri në 6. Këtu janë këto si të bashkuara, body cam dhe tur. Këta janë me butona, me pulla, këto janë me zinxhir. Këtu kemi ca body të shkurta, body të gjata. Dhe këtu kemi ca gjëra të trasha të përzira. Disa janë për medal, ca janë kostume. Këtu pastaj kemi bateria, kemi këta që vendoset baby naten, kemi ca kthefja shtek, shower wrap për babyn. Dhe tek e fundit kemi të gjitha këto që janë të trasha për me dal jashtë. Prap nuk është thashtë e përfundimtarja, por deri tani kështu duket. Ky është edhe barku njerëz. Dhe jep. Edhe një total. Filloj me dhoma tjera, ju tregoj edhe përfundimin. Atëherë kjo është dhoma Arlos njerëz. Kjo nuk ka ndryshuar si gjë. Thjesht atë ditë na e kena përdorur si magazin. Dhe tani në kam mbetur dhoma e fundit, dhoma e miqve. Kjo është dhoma e fundit njerëz. Dhoma miqve, që për momentin po flen mami jetit që ka ardhur mbrëm. Dhe kjo është përfundimi i të gjitha dhomave. Atëherë goca, sot është data 24 dhjetor, janë Krishtlindje, kështu që gëzuar Krishtlindjen që të gjithave ju. Por jo vetëm goca, se mund ketë edhe familjar që më ndjekin, që gëzuar Krishtlindjen tanë besimtarve që e festojnë. Kjo ishte videoja jeme për ju. Më në fund kemi arrit në përfundimin e sistemimit të dhomave. Kemi bler pothuajse 90% të gjërave që na duhen për bebin. Më duhen edhe gjërat më bazike, pampersa, kremna dhe këto që do t'i blej këtë javë, sepse do bëj valigjën e maternitetit, kështu që videoja tjetër do jetë përgatitja e valigjës së maternitetit, gjërat që më duhen mu për beben, për veti, çdo gjë, kur të dalë mi blej, nëse do i blej, se mbase do i marr online, do ju marr me veti. Kam qenë sot në Tiki Max, kam blej 2-3 gjëra, por do ja u shpjegoj në momentin që do jem duke përgatitur valigjet. Kjo ishte videoja jeme për ju. Shpresoj që t'i keni pëlqyer këto rregullime. Më thoni nëse mendoni se diçka tjetër mund të duket më bukur në një vend tjetër ose ndonjë sugjerim. Dhe për ty zemra mamit që mund ta shifesh ndonjëherë
kur të rritesh, të dona shumë, me zena të prit me të pa, dhe jam e bindur që do jesh vajza më e lumtur në botë, sepse mami do sigurohet që të mos mungoj kur buzëqeshja në fytyrën tënde. Të dua. Pa njerëz shihim në videot e tjera.